ku është qëndrimi jo shkoj vjesh Rozanës, tik pa lidhe. Rozana po thotë, o, ignorante, hapi sytë, moj. Sepse ky është shkaktari i gjendjes tane që ke arrit këtë pikë. Po i thotë je posesive. Zgjidhet fjala e posesives për 1 orë maksimum. Dhe i kuaj muhabet, mas në e përmend 20 milion herë. E po loja këtë do me ta Po i lemu lojen se po ta bëj lojen ty sa dusha, do më të bo. Kjo do me ta përmend 23 herë brenda ditës. Tjetra, ishte të folë me ty, kalo debatin me Rozanën prapë. Po ja sepse mirë thot ky, mashtruesi. Nuk i ka. Debati i vërtet është me atë. Që kene e një qme. Debati, mirë më ky është një, ky është një lojtar më i degeneruar këtu. Pse do të jo të them pse. Ky afrohet tani, në qendrën më afër gjas me doli Valbona do më qitë keq më në publik. Po jam tjetër njëri me kam tjetër karakter, s'kam karakterin e këtij ky. Ti. E ka thënë tjetër kush, e ka thënë njëri që ka moshën tane, edhe ka një 30 vite karrierë. Kaq, jo ti del keq. Më kupton? Po. Dhe Egli po treguohet kështu. Egli do shkoj, po çfarë fluturimi ka me bëj Egli. Nuk e di se. Sepse s'ka lojë, s'ka qëndrim, s'ka send vetën. Thot kam ndjenja, fut ndjenjat e veta, bëhet si lajër të më shpirt. Që është shembulli më i keq. Thot dua unë, dhe ndërkohë, çfarë jep me kuptu? Kupton? Tani. Pa legendë. Do dërgoj, sill Rebekën. Është legendë fare, mo. Tani, që është ti fut ndjenjat tua në lojë, e duket djallë, po nuk e don më për këtë natë. Nuk e don, e di Po ti. për këtë natë nuk e don atë tip mashkulli, Egli Tako, kur këtë dua unë. Normal që dua unë, oj poshtër. Normal që dua unë, Valbonin e kam shoqe dhe e kam shoqe të zemrës. Në rregull, dhe jam zonë edhe me Lorin për Valbonin, oj pa ftyrë. Oj pa ftyrë. Jam bo unë.